Tani në të tjera informacione nga kronika dhe konkretisht tek Saban Nuzi, i cili ndonë se ishte në Burg, arrinte që të menaxhonte një grup kriminal, i cili në fakt tashmë edhe me ndërhyrjen e policisë është arrestuar. Marrim më shumë detaje, sepse është vendosur edhe një sasi tritoli që ka qenë pikërisht e kërkuar nga Nuzi. Do të na jap më shumë detaje Sido Barka, i cili i themi mirëmëngjes Sido. Mirëmëngjes Sido. Mirëmëngjes Berkena dhe Flori. Në fakt ditën e djeshme, komisariati numër 6 në Tiranë për drejtuesit të krimeve të rënda pranë policisë së Tiranës kanë arritur që të zbardhin territorin e vendosur në orët e para të mëngjesit e datës 10 mars në automjetin e Oltion Klosit, një sasi territori e cila fatmirësisht shkaktoi vetëm dëme materiale duke mos patur njerëz të lënduar. Megjithatë, policia e Tiranës ka arritur të dokumentojë gjithë ngjarjen duke nxjerrë në pa emrat e personave që fshihen pas ngjarjes së rëndë. 7 persona ditën e djeshme u arrestuan nga policia e Tiranës, ndërkohë u gjetë të paktën dhe porositësi i ngjarjes së rëndë, i cili ishte Saban Nuzi, aktualisht i arrestuar në burgun e Fushkrujës. Megjithatë, të paktën nga hetimet e policisë, Jurgen Gjonaj, 32 vjeçari, i arrestuar ditën e djeshme, dyshohet të jetë personi i cili ka vendosur sasinë e tritolit në automjetin e Klosit, për shkak se ishte porositur nga personat e tjerë, ku në bashkëpunim me personat e tjerë ka arritur që të thuar të gjithë planin. Të paktën burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se disa prej të arrestuarve kanë pranuar autorsinë e krimit, duke shpjeguar dhe detajet sa i takon për mënyrën se si arritën ato të pikasin automjetin e Klosit dhe më pas të vendosnin sasinë e tritolit si një shenjë paralajmëruese për jetën e tij, për shkak të një borxhi të pashtruar që kishte ai tek porositësi, tek Saban Nuzi. Megjithatë, jo vetëm dëshmia e personave të arrestuar, por dhe prova që grupi hetimor ka arritur të sigurojë përpara arrestimit të 7 personave, ka qenë pikërisht bicikleta që Jurgen Gjonaj, pra 32 vjeçari, që ka përdorur në krim, pra teksa ka shkuar në afërsitë e automjetit të parkuar në pronësitë të Klosit, ku ka vendosur sasinë e tritolit. Pikërisht kanë qenë shenjat e gishtave ku policia ka arritur të dokumentojë se kush fshihet pas ngjarjes së rëndë. Jo vetëm kaq, por kanë qenë edhe kamerat e sigurisë, jo vetëm në zonën ku ka ndodhur ngjarja, por kamerat e sigurisë deri në afërsi të zonës së Laprakës, ku kanë arritur pra kamerat deri në afërsi të banesës së Kristian Amerama, person tjetër i arrestuar, të cilët dyshohet se i kanë siguruar mjetet për të kryer krimin e rëndë, së bashku me Renato Badë, 25 vjeç, por dhe Eclipse Letin, pra të 3 personat të cilët kanë ndihmuar autorin për të gjetur sasinë e tritolit, bicikletën, rroba që i ka përdorur ditën e krimit dhe më pas i kanë siguruar dhe banesën ku të fshihet. Ndërkohë janë arrestuar disa persona të tjerë, 3 konkretisht, duke quajtur në total numrin 7 persona të arrestuar: Glendian Kujtari, 29 vjeç, Dorian Hamolli, 34 vjeç dhe Garis Molla, 19 vjeç, si persona të dyshuar për prekrahjet e autorit të krimit. Megjithatë, grupi hetimor ka arritur që të zbulojë dhe detaje sa i takon motivi që fshihet pas ngjarjes së rëndë. Të paktën deri në këtë momente është, le të themi, pista kryesore ngelet e përplasjeve për shkak të një shume të pashtruar që Oltion Klosi dyshohet se i kishte Saban Nuzi për shkak të një sasie droge. Të paktën burimet bëjnë me dije një trafik droge që është bërë në Gjermani nga grupi kriminal, ku Nuzi pretendonte se Oltion Klosi i kishte edhe 15.000 euro borxh të pashtruar. Nga ana tjetër, Klosi ka mohuar që të ketë sasi lekësh për të kthyer mbrapa, sipas tij ai ka shlyer borxhin, pra ka qenë një piknisje, le të themi, për shkak të 15.000 euro, ku territori është vendosur si një mesazh kërcënimi ndaj Oltion Klosit. Saban Nuzi është një person i cili ndodhet në burgun e Fushkrujës, i akuzuar për vrasje dhe pjesë e një grupi të strukturuar kriminal, i cili është goditur para pak kohësh nga prokuroria e posaçme. E qartë, ama mënyra se si ka arritur të komunikojë Saban Nuzi pikërisht me grupin që ndodhej jashtë pra në terren, a dim detaje nga këto, le të themi, rrethana e Sido? Kanë qenë disa persona të tjerë të cilët mbajnë kontakte me Saban Nuzin, ku në kuadër të grupit të strukturave kriminal, pra edhe 7 personat dyshohet se janë pjesë e grupit të Saban Nuzit, ku kanë funksionuar si një grup kriminal sa i takon linjës së trafikut të drogës ndërkombëtar, jo vetëm në zonën e Gjermanisë, por edhe në disa zona të tjera të Evropës dhe në bashkëpunim me persona të tjerë të cilët ende po jetohen nga policia e Tiranës. E qartë. Ishin këto informacione, pse nuk kemi diçka tjetër për të shtuar, apo jo Sido? Jo, deri në këtë moment këto janë informacionet. Megjithatë, ditën e sotme pritën të merren sërish në pyetje personat arrestuar, ku më pas do të njihen dhe me masën e sigurisë përpara gjykatës. Por ka dyshime të forta se janë dhe persona të tjerë të përfshirë në këtë grup kriminal, të cilët dyshohet se operojnë sërish sa i takon trafikut të drogës, por dhe ngjarje të tjera kriminale. Ka një numër përafërsisht se sa mund të jetë grupi, pra edhe persona të cilët mund të kenë ndihmuar, le të themi, në këtë gjë? Në fakt, policia e Tiranës ka disa emra të tjerë të dyshuar, por deri në këtë moment emrat e tyre bëhen, le të themi, jo publike dhe bëhen sekrete hetimore për grupin policor për shkak të hetimeve intensive. E qartë. Mirë, si do të falenderojmë për këtë raportim të drejtë për drejtë edhe të gjitha detajet që përcjellët. Faleminderit Sido.